Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Se zgjoheni natën për të urinuar, ja si të ndaloni këtë problem që ju shkakton pagjumësi. Asgjë nuk është më e bezdishme se sa të ngrihesh nga shtrati për të urinuar gjatë natës. Fatmirësisht ka disa këshilla se si të shmangni këtë problem. Të gjithë e kemi provuar atë. Ju po flini bukur në shtratin tuaj të ngrohtë, por zgjoheni pasi duhet të shkoni në tualet. Është jashtëzakonisht e bezdishme, por ka disa gjëra që e shkaktojnë këtë problem dhe mund të provoni disa nga këshillat të mëposhtme. Fshikza e shtrënguar. Normalisht prodhon 1 deri në 2 litra urinë në ditë, por vetëm 25% e kësaj gjatë natës. A i gjeni veten duke u ngritur shumë herë gjatë natës për të shkuar në tualet, atëherë ju me siguri keni një fshikzë të shtrënguar. Kjo do të thotë se keni një prodhim të shtuar të urinës gjatë natës. Ky çrregullim është parë edhe më shpesh te gratë se sa te burrat dhe moshat gjithashtu luajnë një rol të madh. Nëse keni vërejtur se përjetoni edhe këtë, ndoshta jeni kurioz të zbuloni cili mund të jetë shkaku. Një prodhim i shtuar i urinës mund të ketë shkaqe të shtuara dhe disa janë më pak të padëmshme se sa të tjerat. Shkaqet e mundshme mund të jenë: hani ose pini shumë përpara gjumit, prishja e hormonit antidiuretik që ju siguron të prodhoni më pak urinë gjatë natës, funksioni i veshkave të dëmtuara, çrregullimet e fshikzës, për burrat problemet me prostatën, formimi i edemave të njohura ndryshe si akumulimi i lëngjeve, përdorimi i ilaçeve të caktuara dhe sëmundjet bazë. Por kur duhet të shkoni tek mjeku? Ju duhet të shkoni tek mjeku nëse çështja e urinës gjatë natës ju prish vazhdimisht gjumin. Nëse vetëm her pas here duhet të shkoni në tualet gjatë natës, nuk duhet të shqetësoheni. Mjeku mund të ekzaminojë zakonet të ngrënit dhe të pirit, çrregullimet e hormoneve, problemeve të fshikzës ose të prostatës, infeksionet të traktit urinar, probleme me veshkat dhe çështjet e zemrës. Para se të drejtoheni tek mjeku, provoni këto këshilla. Pini asgjë 3 orë para gjumit. Nëse keni pasur 1,5 litër ujë gjatë ditës, kjo nuk do të jetë problem. Kufizoni konsumin e kafeinës dhe alkoolit në mbrëmje. Nëse vuani nga këmbët e hintura gjatë ditës, flini me jastëk poshtë këmbëve, për t'i mbajtur të ngritura ose duke përdorur çarape të ngushta. Shikoni çfarë hani para gjumit. Tretja stimulon prodhimin e urinës dhe mund të ndikojë gjithashtu në problemet e pagjumësisë. Në rastet kur nevoja për të urinuar ju nxjerr gjumin, duhet të trajtohet pasi nuk është një shenjë që duhet të injorohet. Madje edhe ngjyra e urinës suaj do të thotë shumë për shëndetin. Rreth 1 në 3 të rritur mbi moshën 30 vjeçare thotë se duhet të ngrihet në mes të natës për të urinuar, dhe kjo rriten në 2/3 e të rriturve mbi moshën 65 vjeçare. Gjendja quhet nokturia, dhe ata që vuajnë nga kjo shpesh duhet të përdorin tualetin më shumë se një herë në natë. Nuk është vetëm shqetësimi se duhet të çoheni nga shtrati. Gjumi ndërprerë është i lidhur me një rrezik në rritje të diabetit, sistemeve të dobësuara të imunitetit, sëmundjeve të zemrës, madje edhe disa problemeve të rënda. Ajo gjithashtu mund të shkaktohet me probleme të shëndetit mendor të tilla si ankthi, depresioni dhe psikoza. Profesori i urologjisë Philip van Kerenbrug po i paralajmëron njerëzit që të shikojnë edhe më shpesh shenjat e tyre dhe të mos i neglizhojnë, pasi nokturia për hir të shëndetit tuaj nuk duhet të neglizhohet. Ai thotë: njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualet është vetëm një pjesë e rritjes, por nuk duhet të jetë kështu. Gjumi i dobët mund të dëmtojë seriozisht shëndetin tuaj, kështu që njerëzit që po ngrihen disa herë në natë duhet të shkojnë te mjeku i tyre për të parë se çfarë shkakton këtë. Lajmi i mirë është se nokturia mund të trajtohet, kështu që ju nuk keni nevojë të vuani në heshtje. Një gjumë natë i ndërprerë mund të ketë ndikime të gjëra në shëndetin fizik dhe atë mendor. Produktiviteti, marrëdhënia dhe suksesi i karrierës mund të ndikojnë. Profesori tregon se mungesa e gjumit mund të ndikojë në të gjitha format e funksioneve mendore, duke bërë shumë të vështirë të përqendrohesh, të kujtosh gjëra dhe të marrësh aftësi të reja ose fakte të reja. Jo vetëm që mungesa e gjumit mund të shkaktojë sëmundje, urinimi gjatë natës mund të jetë gjithashtu një shenjë e tyre. Nokturia mund të shkaktohet nga një mbiprodhim i urinës, që mund të jetë simptome për kushtet më serioze. Urinimi i tepërt, i quajtur poliuria, është kur ju shkarkoni më shumë se 2,5 litra urinë në ditë.
Kjo mund të ndodhë sepse jeni duke pirë sasi të tepërta të lëngjeve ose mund të jetë simptome diçkaje më serioze, siç mund të jetë diabeti tipi 2. Ajo gjithashtu mund të jetë shenjë e infeksioneve të fshikëzës, gjithashtu edhe problemeve të gurve në veshka, dëmtimeve të veshkës, të prostatës së zgjeruar tek meshkujt. Një person që ka diabetin e tipi 2 ka më shumë sheqer në gjakun e vet. Veshkat reagojnë ndaj kësaj duke nxjerrë atë nga gjaku me urinë, gjë që rezulton në nevojë të tepërt të urinuarit më shpesh. Në mënyrë të ngjashme, nëse keni probleme me veshkat tuaja siç janë gurët, atëherë ju do të urinoni më shpesh dhe problemi mund të ndryshojë në mënyrën e funksioneve të veshkave. Nëse mendoni se urinoni më shumë se ç'është normale dhe filloni të vuani nga dhimbjet e shpinës, humbja e peshës, djersitja e natës, dobësia e këmbëve ose ethet, ju duhet të takoheni me mjekun tuaj sa më shpejt jetë e mundur, pasi mund të kushtojë shtrenjtë për shëndetin tuaj. Është e rëndësishme që të mos neglizhohen gjithashtu konsulta me mjekun specialist për të evituar çdo problematikë të mundshme. Shumica e njerëzve kanë përjetuar besdinë në zgjimit në mes të natës për të urinuar, por pse ju ndodh kjo? Pirja e shumë lëngjeve para gjumit sigurisht mund të kontribuojë, por mund të ketë arsye të tjera që ju bëjnë të shkoni rregullisht në tualet, citon The Sun. Shkaqet më të zakonshme janë pirja e shumë të lëngjeve para se të shkoni në shtrat dhe problemet e lidhura me gjumin, pasi ka më shumë gjasa të keni nevojë të urinoni kur jeni zgjuar. Për shkak tjetër mund të jetë edhe ndryshimi hormonal. Me kalimin e moshës, trupi prodhon më pak hormone antidiuretik, një kimikat që ndihmon ata që mbajnë lëngur, duke shmangur nevojën për të shkuar më shpesh në tualet gjatë natës. Ndryshimet e prostatës mund të jenë faktorë të tjerë, pasi gjëndrat rriten me kalimin e moshës dhe ushtrojnë në presion mbi utër. Një tjetër arsye pse urinoni shpesh gjatë natës mund të jetë edhe infeksioni i fshikëzës së urinës. Sëmundjet e zemrës mund të jenë një tjetër shkak. Kur zemra dhe qarkullimi i gjakut dobësohen, do të vini re endje të kyçit të këmbës, ndërsa jeni shtrirë ose i keni këmbët në ajër. Lëngu nga kjo endje absorbohet në qarkullimin e gjakut dhe më pas largohet me anë të veshkave, gjë që nxit edhe mënyrën për të urinuar. Diabeti ndikon gjithashtu në zgjimin e shpesh gjatë natës për të urinuar. Kjo për shkak se nivelet e larta të sheqerit në gjak ju bën të pini më shumë ujë dhe fshikëza të irritohet. Por si mund të ndaloni urinimin gjatë natës? Ka disa masa paraprake që mund të ndërmerrni për të reduktuar shpeshtësinë e nevojës për të urinuar gjatë natës. Sipas The Healthline, këtu përfshihen shmangja e pijeve që përmbajnë kafeinë dhe alkool në mbrëmje, ruajtja e një peshe të shëndetshme për të mos ushtruar presion mbi fshikës, dhe konsultat e rregullta me mjekun tuaj përkatës janë mënyrat më të mira për të nxitur një përmirësim të gjendjes suaj. Shkaqet më të zakonshme janë pirja e shumë të lëngjeve para se të shkoni në shtrat dhe problemet që lidhen me gjumin, pasi ka më shumë gjasa të keni nevojë të urinoni kur jeni zgjuar. Një shkak tjetër mund të jetë edhe ndryshimi hormonal. Me kalimin e moshës, trupi prodhon më pak hormone antidiuretik, një kimikat që ndihmon ta mbani lëngun duke shmangur nevojën për të shkuar më shpesh në tualet gjatë natës. Ndryshimet e prostatës tek meshkujt mund të jenë faktor tjetër, pasi gjëndrat rriten me kalimin e moshës dhe ushtrojnë presion mbi uretrën. Një tjetër arsye pse urinoni shpesh gjatë natës mund të jenë infeksione të fshikëzës urinare, prandaj duhet të konsultoheni me mjekun për të evituar çdo problematikë të mundshme. Urinimi natën është një fenomen normal, por frustrues që shfaqet më së shumti te meshkujt e moshuar, por mund të tregojë edhe për probleme të tjera shëndetësore edhe tek femrat. Më shpesh kraku kryesor konsiderohet të jetë prostata, e cila me kalimin e moshës mund të ndikojë gjithashtu edhe në rritjen e problemeve dhe të ngriheni më shpesh gjatë natës për të shkuar në tualet. Një urolog amerikan ka dhënë këshilla se si meshkujt mund të ndalojnë veten nga zgjimi në mes të natës për të shkuar në tualet. Miliona meshkuj në botë u përfshin edhe në prishjen e gjumit të paktën një herë në natë për të përdorur banjon. Sipas doktor Edward Sheffer nga Universiteti Northwestern në Chicago, ka një arsye që duhet të bëni për të evituar këtë problem. Mos pini ujë përpara se të shkoni në shtrat, mos pini alkool para se të shkoni në shtrat dhe mbathni çorapet e larta deri në gjuhë. Po ju, a vuani nga këto shqetësime? Lini një koment për të parë edhe çështjen tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.